Meqense dojmë të kjo tema, kemi një telefonat me një djalë shqiptar që është lidhur me një vajzë të huaj. Na duan këto historit. Na duan. Ky djali, Riçi, na kërkoi ta quanim, ishte një nga çunat që i mburrte shumë çunat shqiptar për këtë temë që ne sapo flisnim dhe tha që dashura e tij gjermane ishte goxha e kënaqur. Goxha e kënaqur. Por kjo mbetet për tu Jo, nuk mbetet. Jo. Mbetet për të dëgjuar nga vetë ai në studio, zonë nderuar. Regjia, të lutem na lidh pak me Riçin. Alo, përshëndetje. Si kaluar? Përshëndetje. Mirë. Përshëndetje. Na dëgjon mirë? Po, mirë ju dëgjoj, shumë pastër. Shumë mirë. Tani, ti shkruajte në momentin e duhur, kur ne me gocat po diskutonim për këtë temën një i dashur i huaj apo shqiptar, në rastin tënd e dashur, edhe mua më pëlqeu shumë këndvështrimi që ti më shprehe tek pamanuali, që më lër të ta lexoj pak. Domethënë ti më the. Pak fare. Ti u shpreh se vajzat shqiptare kanë shumë pretendime kurse këto të huaja thjesht duan të ndihen mirë me personin që jetojnë. Pra, ky është një citim nga bisedat që ne të dy patëm në Instagram. Ma thuaj pak më shumë, nga ndryshon një dashur shqiptar nga një dashur e huaj? Po, këte janë pak më të thjeshta, nuk kanë shumë kërkesa. E para e punës, këto punojnë për veten e tyre, kanë xhepin e tyre, edhe thjesht është ajo tërheqja fizike. Kur i pëlqen një person, edhe mund të vinë të flasin vetë, për shembull, po. Po, ça të bën ty të mendosh që një vajzë shqiptare ka shumë kërkesa? Çfarë kërkesash kanë gocat shqiptare? Po kemi pasur dhe lidhje me vajzat shqiptare. Okej, po nga ndryshon kjo e dashura se ti më the që me këtë dashurën që je tani ke 2 vite e gjysmë në Gjermani. 3 vite kështu, domethënë kam qenë dhe 8 muaj kështu në njohje sipër dhe 2 vjet e gjysmë kështu official. Po. Ajo është nga gjermane? Është gjermane gjak blu. Tha mirë, lumsi ti. Po dëgjom, me këto të dashurat. Nuk jam i martuar, moj, thjesht bashkëjetojmë bashkë. Po mirë se thënga. Na thuaj pak tani, nga ndryshon e dashura gjermane që ke, nga të dashurat që ke patur më përpara shqiptare? Po ja ta them mund ty si jam njohur me atë kot kështu. Nëse keni parasysh festën e birrës në Gjermani, keni dëgjuar ndonjë? Po, Oktoberfest. Edhe ka qenë, ja tani është për momentin është festë e birrës. Edhe para 3 viteve shkoj me 2 shok te festë e birrës, normale për të gjetur ndonjë vajzë çfarë ishte. Edhe kodi ishte mos thuaj që jam shqiptar. Nuk të pranojnë, domethënë tuaj, atë është akoma kod. Nuk e pranojnë tuaj atë ishe shqiptar. Mund të pranojnë mbasi i thua. Po. Ose mbas 2 javësh që je njohur ose kështu. Qafsh mua, të thon direkt Albanian Mafia kur i thua që je shqiptar? Direkt merresh me drogë ose punon me ndonjë gjatë pistë, të keq trajton femrat ose shumë gjëra. Namin kemi më mirë. E kemi shumë namin e keq kudo në Europë. Kudo që të vesh, po the shqiptar, të shikoj me një sy tjetër. Po ne po e pastrojmë këtë opinionin tani që po vim. Na thuaj pra, që ka ardhur. Edhe vemi me këta 2 shokët, kodi si që a thash shqiptar, mos thoni, u prezantuam si italian, se ata i din mirë italishtën dhe unë po ashtu. Futemi atje në një tavolin me Gjermane, ajo ishte me shoqet edhe me shokët e saj, gjithë si shoqëri. Ajo më shikonte, unë e shikoja, Edhe i vajta, i thash, nuk di mirë gjermanisht, i thash, po e flisja pak gjermanishtin atëre, jo si tani, po atëre flisja shumë pak. Po i thash, e shikoj, i thash që kemi, që po shkëmbejmë ato shikimet, i thash, nuk e di, më pëlqeni, i thash. Edhe ti mua, tha jo. Edhe kërse aty bashk, pina i birë, gjysëm të dheur ishim, jo gjysëm po ishim goxha të dheur. Deshëm. Çfarë ndodhi edhe natë? Jo atë natë direkt, edhe atë putu bëm. Jo atë natë direkt, bravo, çunat shqiptare kanë mësuar. Edhe u puthëm, u bëm, edhe kur mbaroj festa, më tha mua, ma jep numrin. I thash unë, jo, ma jep ti numrin, jo, tha jo. Ta kërkoj vetore? Po, ma kërkoj vetë. Shitit, ka tha Gjermanka? Edhe, më thash unë, okej, ja dhash, thash unë, hajde se shkruan më kur kjo thot kot.
Edhe ikam, më dërgon një mesazh në ora 12 kështu, mes dite ka qenë edhe më thot ciao bello kështu italisht. Ciao bello. Mirë. Po e pash që nuk ishte, domethënë që s'ishte gocë kështu. Kur dola herën e parë i pagova unë, dola prap herën e dytë, i thash të paguaj jo, më tha mua jo se edhe unë punoj, tha, edhe i paguaj edhe unë, tha. Ose i ndajmë, tha, ose lere se ti pagoj radhën e parë, tha. Jeni mësuar me goca shqiptare që ju shohin nga durët kur ulen në kafe. Po, vetëm derdhu, jepi, domethënë, kemi atë kokën e shqiptarit, ashtu ishte, atëre mentaliteti. I them kështu, kartë atë natë e shtëpia ime ajo, po vazhdonim ne, kisha vajtur unë tek ajo, kështu, kishim mbaruar punë bashkë me pak fjalë. Pa, qartë. E kishit kishit kaluar vijën e finishit. Po, flamurin para kur beja aktin dhe mendoj atje, jepi shqipe. Edhe që të lirë atë namin, domethënë. Po kur e kape hien tate, a ja bone? Me duar, që me duar shqiponjën. A bone shqiponjën me dur? Jo, I kishe duar të zëna, kuptoj. Duke bërë krenar Shqipërinë. Erdhi atë ditë te shtëpia ime, i thash që unë dua të them një të vërtetë, i thash të kam gënjur. Nuk jam italian, jam shqiptar. U shgënjye pak, më tha mua se ti mund të kesh gënjur për të gjitha e për ande, i thash unë jo, nuk kam gënjur për asgjë. E kemi çik gjak rrenëm, se si the. Edhe më tha, "Okej", më tha mua dua të njoh më shumë. Kemi ndendur një 2 muaj kështu kontakt. Duke është djali mirë, dua të prezantoj me familjen e saj. Me familjen e tij. Bam zemra pastaj. Bam, bravo Shqipe, flamuri krenar. Ecim përpara. Vete tek shtëpia e saj, atje ishte domethënë në fillim thash, "Ore, çfarë janë këta?" Se ata ishin nazista, gjyshi ishte akoma bënte Si kishin traditat, se jam shumë kurioze na tregon detaje. Po ja ti s'po më le, ja të lë. Po pra. Edhe vete brenda on atje kishin ato figura, pikturat e ushtarëve, kishte gjyshi, domethënë vllajin Hitlerin. E kishte ke qenë ushtari Hitlerit, ande këtej familje nazista është me pak fjalë. Kanë qenë familje. Man se mos na ke bë krenar edhe me të shtëpisë. Po gjyshi ishte ai kryesori, domethënë që po tha ai, po do bëhet me pak fjalë. Se do jetoj atje te shtëpia e tyre unë, se më tha, hajde jeto këtu tek mua. Do shkoj Kollovar, do shkoj Kollovar. Iku mbarova u pajo, po thash, çfarë do bëjmë? Më ka zënë rrota bishtin se ti u bë xhb. Po në fillim ashtu unë nis çdo gjë për interes, po pastaj është E nxori shqipoja kokën. Po çfarë? Olje gjem. Gënjim veten tani është te kot. Edhe ti thuaj ndërbardh, doja të bëja letra, thuaj doja me gjet nuse, thuaj. Po ajo ashtu u nis, domethënë, ajo ashtu u nis, por vazhdoj kështu si shvajti, domethënë. Si shvajti, domethënë, bashkëjetojmë bëjmë 3 vjet, domethënë, si shvajti. Tani ti jeton akoma me të shtëpisë saj? Jo, jemi shkëputur që në shtator vitin e kaluar. Shqyr. Kemi shtëpinë tonë, kemi ardhur këtu në Stuttgart, kur erdhi shtëpia ime pastaj atje ishte fort fare. Pse? Erdhën ata të shtëpisë time. Ama, na trego pak me detaje, më qafsh më të lutem. Morën, ore kërciti rakia atje, puth njeri, puth tjetri, Gjerman me shqiptar pastaj u bën se ata e kanë kështu, janë çik racista. Ne jemi të bardhë, na duan, prandaj na duan. Dakord jam. Si shqiptare? Më mirë. Juve shkuat deri në Gjermani. Juve shkuat deri në Gjermani dhe dehet gjermanët me raki? Po raki të bërë vetë Ballkazani. Ballkazani, ma do shpirti, ma do xhani. Po them kërciti raki atje, dopjo, pinte vjeri me plakun tim, ore me kështu me. Je i sigurt Oriçi që kanë qenë gjerman këta të kishin motra mos kanë qenë me dellë të fshehur jugor? Jo, këta janë puro gjerman, domethënë gjithë. Ai tha foto Hitlerit aty. Unë po them jam i vetmi që kam futur në familjet huaj. Nuk donin fillim ata, pastaj e pa që nuk donin shtëpisë tënde? Nuk, jo, të shtëpisë, ata saj, gjyshi saj.
Pastaj kur shikonte që e njifja historinë doja Gjermaninë ose kisha interesa. Ja ke marrë kalan nga brenda, I ke thënë ti gjyshit asaj, o vlla, unë dua Mercedes-Benz, ku ta gjej unë këtë? Edhe ai më fliste për ato historitë e vjetra, unë I thosha vazhdo më shumë, vazhdoj. Shqiptarët Ky është sekreti praktikisht për të marrë zemrën e çdo babai dhe gjyshi në Shqipëri. Të bësh sikur I dëgjon. Po, të bësh si interesuar, për historinë të flet për komunizmin. Po vazhdo edhe pak, sa më pëlqeu, ishte shumë, kena një tjetër të re. Shumë interesant. Ai më shumë. Po mirë, tani të shtëpisë tënde, thanë gjë pse është gjermane kjo, nëse një nusë shqiptare. Edhe ata edhe tani po thonë që merremi vesh jo gjua këtë. Ta dëgjoj gjermane atë të mori letra der. Ka shefi çik mami jo ti thot nusja atë lumshin durët mi vjerre dhe keqa. Ashtu bën ajo, e ka mësuar të bëj byrek. Ka mësuar shqip nusja, se kjo e bashkëtusja. Thuaj pra nusja. Ai ke marr letra akoma. I kam bërë unë që mbas 6 muaj I kemi bërë. Po jo me martesë, I kemi bërë me bashkëjetesë. Mirë tash pse nuk I thua nusja ti, si I bindur akoma që e do? Ça? Po si jemi martuar, kur të martohemi atëherë po. Bravo, më pëlqen. Kur ikëm që atje, domethënë na ka ndihmuar shumë, se më e dinin ata që unë s'kisha asgjë me pak fjalë, as edhe një gjë, as ajo ishte në punë, okay. U fut këtu punë bashki në Stuttgart. A ka ndaj vlla kjo nusja jote mëse? Ka. Ka dhe një çun halle për atë shoqen tënde Bjonde që I ka qef inxhinier ata. Moj Xhesi të gjetëm inxhinier në Gjermani, moj. E ke Gjerman, e ke Gjerman, sy boqelli Bjond është një ka qef Bjond. Pa nuk e do Bjond mëri që e do Brun. Do të Gjerman me letra inxhinier. Në këtë pikë që kemi vajtur, vjen këtu ai? Ai vjen në ver, po vjen me mua, do vi këtë ver me mua, po. Atëherë këtë ver. Ku do e merrni Xhesin të ver? E kemi për të vajtur në komplet jugun, e kështu e kemi bërë si plan. Dëgjoj, 2 çifte di si bëhet Shqipëria. Prit se çupën tonë se japim ashkollajne, do ta takojmë ne një herë të japim verdiktin, a ja vlen ai të na e marrë vajzën për shëtitje. Ai ka me vërtet femrat shqiptare, ka shumë qef, se kur dëgjon histori nga mua I them bëjnë këtë, bëjnë atë, janë. Po kush ka qef femrat shqiptare, më po dëgjoj. Kush është fiks ndryshimi I një gocë të huaj dhe një gocë shqiptare kur është për dashur? Ja, unë para se të njihja këtë kam pasur dhe një lidhje aty me një vajzë shqiptare. Po. Avokate. Jetoja këtë dhe kur e morën vesh shtëpisë asaj se donin ta bëja familjare, pse jo? Edhe kur e morën vesh shtëpisë asaj që pa shkollë, pa kështu, me gjimnaz, pa asgjë, domethënë thanë, se kjo gjë rrjedh që nga familja, nuk është janë dhe vajzat. Se ka vajzat mira plot sa duash ka. Po kush është ndryshimi? Ka dhe ato materialiste. Por filluan të shtëpisë asaj jo pa profesion, jo po këtej, lere që do, andej këtej, edhe uftua pak gjendje. Uftova unë se I thash, po mirë në qoftë se ata s'më duan mua që si do vi unë të pi kafe me ata. Për këto kërkesa e ke fjalën kur ti the që gocat shqiptare kanë shumë pretendime, apo? Jo vetëm për këto. Po pretendime po flas që shkolla e parë, pa profesion, s'ka të ardhme thot me këtë djalë ose Pra ti po thua që femrat e huaja të shohin ty për njeriun që ti je, pa këto plus minuset e të... Bravo, nuk të shikojnë fare qa ke, ose qa profesion I bën, ose të shikojnë zemrën edhe paraqitjen. E para është paraqitja, pastaj është kur njifesh shikojnë zemrën, qa djali je, si vepron, si... Kurse femrat shqiptare kërkon jo shkolla, jo puna, jo materiale, po thua. Jo leku, jo qa makine ke, jo po qa ka, qa shpije, ka shtëpi, jo po si ri, si ha, si pi. Po tani, dërbartë se poshturës, goca nuk do flenë, do ta ke shtëpia, ke katandia, ke tashi... Mos e bëni dhe juve sikur çfarë po kërkojnë gocat shqiptare u burse kërkesat. Ka zën rahat ai më prandaj thotë kështu. Po ti ke lind dhe këmish ke shku nga avokati atë ka ajo që punon bashkinë Stuttgart, nuk e kanë çuar gocat problemin.
Është okay, është dhe çështje fati. Është me fat, s'është me inat. Tani, se kemi... Duhet të kesh dhe gojën, domethënë, duhet të kesh dhe çiki shkath me gojë, jo vetëm me... Duhet! Atëherë, ti tek biseda që patëm në Instagram, duke qenë se shumë goca ishin përgjigjur pyetjes nga ndryshon një i dashur i huaj nga një i dashur shqiptar dhe shumë goca kishin ankesa, le ta quajmë kështu, për raportet seksuale me çunat shqiptar, ti mua më the dhe po të citoj. Po për raportet seksuale mos u merr fare se ne të thyejm brinjët, thoj asaj vajzës aty. O jo po. Ti më the mua. Të plaset koka në amuri, thoja se. Por jemi numri, e kam bërë statistikë gjermanët. Statistikë kam bërë gjermanët, sa koka për plasin shqiptarët. Kam bërë statistikë me vërtet që francezët janë numri parë në Europë për kështu çdo lloj akti gjërash. Edhe shqiptarët janë... Po, ti më ke shkruar shqiptarët, çunat shqiptarë, mbaj numrin 2 në Europë pas francezëve për për atë muhabetin. Për raportet seksuale, nuk e di sa e vërtetë është kjo, nuk e di ku e ke lexuar këtë statistikë, na dërgo burimin që po e thon dhe vajzat vetëm, s'ka tu betohen për shqiptarët femra. Beton. Nga që e bën me flamurin. Por po them kemi kështu ne ço flamurin mbyll syt flamuri, thuaj edhe Shqipëria atje dhe vazhdo. Po himnin e këndoni, recitoni ndërkohë apo thjesht flamurin? Reciton ato. Recitoni ato. Refla. Pra femrat gjermane bokan ben kokë shqiptarëve. Për momentin. Që kam dhe një shok tjetër që është ai është i martuar me gjermane, ka dhe një fëmijë, por janë shumë të kënaqur. Ai thot po më kërkojnë dhe shoqet, po më kërkojnë dhe shoqet e tjera se këto flasin femrat, ju flisni me njëra tjetrën. Kemi bërë një episod që flasin. Tani 1 sekond. Çdo femër flet, edhe këto flasin. Ma bëri, jo po kaq, jo po aj sa ishte sa edhe këto. Do më thënë ti po thua që kanë filluar shoqet gjermane, po të kërkojnë ti njohësh me çuna shqiptar. Ore, po. Në Itali e kemi namin për hajdut, skifter, në Zvicër për drog, në Gjermani e paskni për pornostar. Ti shumë faleminderit. Shumë faleminderit, na knaqe, na bëne me qesh. Faleminderit shumë. Dhe sa më lart ju shikojmë. Faleminderit. Shumë goja.